Infertiliteti në përmendimin tim është bazuar në 3-4 pika. E para është infeksioni. Po. Dhe në të gjithë rastet ku kemi një infeksion të thjesht ose infeksion cervico-vaginal, ne duhem të dim këtë gjë, që shëndeti i vaginës nuk është normal, që pH i vaginës nuk është normal, dhe nëse mikrobioma e vaginës, që mban një vaginë të shëndetshme, të lumtur, me laktobacille, me një pH 3.8, siguron një sperm të shëndetshme për 5 ditë. E dyta, është ovulacioni. Pra të gjitha vajzat dhe të gjitha gratë që ka një cikël të çrregullt, që ka një cikël me mungesa, që ka një cikël me amenore, 1 muaj, 2 muaj, të gjitha këto tregon që nuk ka një funksionim të mirë hormonal.